seriozisht jemi bërë dhe tepërt. Çka po don më shumë ti kur për një rast të vdekjeve është shkruar raporti nga inspektorati që fajtori është punëtori. Dhe pasaj me presionet të, po themi, nga ona, del a inspektoratët, jo Allah të ka fajtor pronari kompanisë. Kështu që rregullat vlejnë për që gjithë. Kur i keni pas fuqin punëtore shumë dhe i keni flak prej pune pa një pa dy, nuk keni thonë që po i largojmë. Kur hiq. Nëse ma gjenti unë i bën 10 vite, asnjëherë s'kum bën elaborat të një projekti. Seriozisht jemi bërë dhe tepërt. Çka po don më shumë ti kur për një rast të vdekjeve është shkruar raporti nga inspektorati që fajtori është punëtori. Dhe pasaj me presionet të, po themi, nga ona, del a inspektoratët, jo Allah të ka fajtor pronari kompanisë. Ne jemi ata që po luajna me fatin e kësaj punëtorie edhe kësaj shoqënie. Kështu që, po them të drejtën, ne shpeshherë po vim, po ulmi, po do të me dhonë një vlerësim. Për ndryshe, absolutisht, veç ai që e rran veten, sepse tani ma dhe me thonë, ne asnjë nuk e kemi thonë, hajde vetë bëj diçka për sta punëtorë se shkuan. Falë zotëri Azimi, a janë mjaftueshëm punëtorë? Po, a janë mjaftueshëm punëtorë sinjalizues të institucioneve edhe ndaj juve si sindikat? Dëgjoj, para Polina me Kreshnikun, kështu që rregullat vlejnë për që gjithë. Kur i keni pas fuqin punëtore shumë dhe i keni flak prej pune pa një pa dy, nuk keni thonë që po i largojmë. Tani nuk ju falet. Pavarësisht domosdoshmë sinjalizues të institucioneve. Ka më shumë se 12 ditë që çdo çka po i flasun ai ka në tavullin kryeinspektori. Tani, domthonë është diçka që me të vërtetë është e pamundshme nëse Kreshniku e flet një të keqe diçka, po them, e flet një reale ndaj shtetit, pushtetit, thotë le se këtë te koka e krisës e di që më thonë edhe për mua që ashtu apo kupton. Por megjithatë kur të ulesh ti me kryeinspektorin, me ministrin, me Sufa Zemra dhe qesëm që të sanin letër, ndoshta mujna me nis me bë diçka. Përndryshe, unë ve flas të një gjysore një orë, punëtorin vdes atje dhe unë i kom thonë, o zotni, po të vdes fukaraja ndihmoj diçka. Ai shkon ati fukaras, nuk e paguan. Ai shkon e merr deputeti që jo shkone për kompani dhe i ka lyp, hajde mshetëm se kom e luftu për ty. Ai shkon e merr një asistent vetin me 900 euro, a këto e dënon, nuk ja pagën minimale. Ku jemi na? Këtu 239 euro, këtu asistentin me 900 euro që nuk i vjen bashkërgjohësh. Domethënë na këtu kemi ardhur. Na kemi ardhur në çat gjendje ku deputeti voton. Thot, ama mu pagën e 13 e punëtorit sektorit privat Kosovës domethënë e sanksionon e dënon. Çka po donte më shumë? Mos don diçka, domethënë ne jemi këtu. Të kërkova atë kuptimin e një element shumë ai e di unë di që nga një herë punëtor edhe nuk i bën. Por megjithatë ti jaj që thu, zot nëse don me punu mirë, nëse don lam të mirë sepse ti s'don me marr dërim. Por na ja kemi push gjendin marr çtu në gjendje domethënë. Për me ik këta punëtor, nuk na ka ik Maqedonia dikush. Na ja kemi imponuar me ik, bile po them hala mirë jemi ku kemi shkuar. Zotri Bajraktari? Në raport këtu për lidhës, për dy çështje sa me formë shtu se beta abort se s'u më marr fjalën. Në raport kësaj, rreziku vendin e punën na kur shpjegojmë them nuk është vetëm fizik, por është edhe psiqik. Pjesën psiqike ndikon që stresi, pagat, marrëdhënia e punës, shantazhet që i bën punë punëtorëve, edhe gjitha këto presioni, frika këto, janë këto që i thoni ju. Po këtu në raport të sigurisë punë ndoshta më lidhet pak me balonin të mëse jo është vetë inxhinier. Ligji është mund të jetë i mangët, por nuk kemi na këtu për ligjin. Ligji di që ka për Evropës, mund të jetë i mangët, mund të përmirësohet. Ta zbatojmë këtë që e kemi. Desidivisht ligji thotë, gjatë projektimit të projekteve, ti je vetë inxhinier po them. A bani ju elaboratin siç e bani për hidro, siç e bani për zjarrin, a bani elaboratin e sigurisë në punë. Është pjesë integrale. Kush ja bën atë elaborat? Kush e bën? Kush e bën? Ndërtimtari apo vjen një ekspert sigurisë? Ekspert sigurisë normal. Kur hiç. Nëse ma gjenti unë i bën 10 vite, asnjëherë s'kum bën elaborat të një projekti, absolutisht i marrin kopje, kjo është formaliteti juaj. Në to formalitet, s'ka një më fal. Formalitet pequjune. Megjithatë ka një përmbajtje e mbrenda. Çat përmbajtje thotë gjatë fazës së projektimit.
Elaborati, gjatë fazës së ekzekutimit, duhet të zbatohet. Kudo që e keni marrë hier. Unë kam qenë në Prishtinë Madh, koordinator. Aty kemi pasur elaboratin qysh për amerikanëve që kanë bërë projektin. Edhe kemi zbatuar për pikmëri, dhe mendoj se shumë mirë është menaxhu. Ju si udhëheqësa të kësaj shoqate, të kërkoni nga kompanitë, cila kanë projekt këtë elaborat, edhe ashtë ka zbaton pastaj. Tani këtë shoqatë, këtë dy javorën që e bonën inspektoriati, një prej dokumentave, kështu kërkojnë elaboratin thotë për sigurinë punë. Këto e kanë dashur me pas qysh para kur ka drezu projektin. Tash e kërkojnë ta, dhe ky është formalitet. I ka 50 faqe. Ne e përgatisim. Vërtet i ka 50 faqe. Këtë rregullat se si duhet të menaxhohet vendpunishtja. Pyete Valonin apo pyete ti Valon do t'i pyetësh ta. Unë kam qenë mas një 3-4 muaj ta kemë një takim bashk. Çka ke gjetë ti në terren? Një prej këtyve mundov ta marrë një evidencë, a i kanë çto rregulla. A ka një elaborat të sigurisë punë. Aty shkruan sa eksperta do me pas. Mjafton ja. Mjafton ja se gjithë kohën është ai aty. Nëse nuk gaboj do të më qenë janë 50 punëtor, nëse Jo, një 250 punëtor një ekspert është. 250. Mjafton, Jusuf, unë po them mjafton. Kemi me ligj nëse s'gaboj. Me ligj 250. Bi 50. Çdo është problemi që na nuk po mundna me e shpjegu për publik. Ajo çka po e thotë zoti Naim është që para se me hyp në katin nalt, sigurohet kati poshtë dhe bëhet vendi i sigurt. Hypim katin më nalt, bëhet edhe i sigurt. Dhe ai eksperti i sigurisë ai e certifikon hapësirën që është e sigurt dhe më nuk është e rrezikshme. I ka shenjat, i ka paralajmërimet, i ka pajisjet dhe dihet kush i përdor pajisjet. Për shkak se ndërtuesi, nëse i ka po nzo 3 hillta, do të ditë ku ne ka dhënë dorë. Nuk mund të më dhënë dikujt që s'din me përdor, ose pajisjet të tjera, që janë pajisjet teknologjike. Koordinimi është çështja kryesore vendpunishte. Këto duhet ta di Valoni. Nuk mund të punon dikush beton të hudh lart me betonier, që dikush të punojë atje poshtë.